Ndalemi pak më gjatë tek rasti Besim Sherifit, është një person i cili ka 10 vite që kërkohet për 3 vrasje dhe mbas 10 vitesh është kapur nga policia ditën e djeshme. Detajet do ke mundësi të diskutojmë me Aiden, avokati do vazhdojnë lidhje, më shkoni pak tek materiali që na njeh me rastin në fjalë dhe rikthehemi për ta diskutuar. Një 52 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Maqedonia e Veriut për vrasje të 3 fisht është arrestuar në Tiranë. Besim Sherifi u lokalizua nga policia në zonën e liçenit të Thatë, ku prej vitesh jetonte me qera, duke fshehur në identitetin e rrem. Sipas uniformave blu, Sherifi përdorte dokumente identifikimi dhe leje drejtimi të një shtetësi nga Kosova, të dyshuar si të falsifikuara. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, ai ka mohuar të jetë nga Maqedonia e Veriut, duke deklaruar se ishte kosovar dhe se nuk kishte kryer asnjë vrasje. Hetimet tregojnë se 52 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për një ngjarje të ndodhur në vitin 2007 në fshatin Kopanic të Shkupit, ku u vran 3 persona të njëjtës familje pas një konflikti mes dy fisëve. Për këtë çështje, gjykata e Shkupit kishte vendosur arrest në burg në mungesë në dënim maksimal burgim të përjetshëm. Megjithatë, verifikimet përmes shenjave të gishtrimeve konfirmuan identitetin e tij të vërtetë. Besim Sherifi pritet të ekstradohet në ditën e vijim drejt Maqedonisë së Veriut. Këto ishin në fakt detaje pak më shumë të përmbledhura. Ky është Besim Sherifi, 52 vjeçari nga Maqedonia e Veriut, i cili dyshohet për vrasjen e 3 personave dhe kishte 10 vite që qëndronte larg pra nga institucionet, larg në kërkim, dhe flasim për prezencën e tij në Shqipëri, në zonën e liçenit të Thatë. Besim Sherifi, një individ i cili vazhdonte jetën e tij, besoj, i lirë dhe i qetë në Shqipëri, pa u fshehur shumë. Tani unë duhet shkoj deri tek detajet e kapjes. Pra si u arrestua Besim Sherifi? Patjetër. Së pari njerë nuk është e sigurt nëse ka 10 vite që qëndron brenda territorit shqiptar pikërisht, prandaj thash larg mund të ketë qëndruar drejtësisë edhe në Kosovë dhe për shkak të heqjes së kontrollit në kufi të ketë pasur mundësinë dhe të hynte në Shqipëri për të ardhur dhe për të jetuar një pjesë të viteve të tij të lirisë edhe në Shqipëri. Kohëve të fundit policia shqiptare, konkretisht drejtoria operacionale, kishte të dhëna dhe informacione të ardhura nga homologët e tyre në Maqedoninë e Veriut që ky shtetas, pra Besim Sherifi, mund të qëndronte brenda territorit shqiptar. Dhe përgjatë ditëve të fundit, nga të dhënat që kishin arritur të mbledhin për shkak të fotografive, por edhe të informatorëve që ata kanë, kishin lokalizuar një personazh të ngjashëm që jetonte në zonën e liçenit të Thatë. E kanë ruajtur për disa orë, qëndronte me një identitet kosovar, pra të paktën patenta që këtij të fundit i është gjetur i përkiste një shtetasi nga Kosova, e falsifikuar. Me të njëjtin emër mbiemër apo? Jo me të njëjtin emër mbiemër, por me emër mbiemër tjetër dhe me dokumenta. Jo, nuk e dim se cili emër në fakt, dhe më ka shpëtuar ky detaj, kështu që do duhet. Jo që dinim, mos thot në një nga kolegët e pasi kemi padur vrasës si 10 vite në punë, se duam dim edhe me çfarë merrej. Dhe përgjatë ruajtjes, ai dilte dhe bënte një jetë tërësisht të lirshme, është arrestuar duke u kthyer në banesën e tij, pasi vinte nga puna, sepse edhe punonte. Nuk e di se në ç'vend punonte, pra çfarë pune kishte arritur të bënte Besim Sherifi, por në Shqipëri patjetër që ka jo pak vende të cilët ofrojnë punë dhe nuk të sigurojnë dhe nuk ka nevojë për paraqitje. Po s'ka profesionist në këtë rast, Besim Sherifi ishte profesionist në një fushë caktuar. Nuk ka nevojë që paraqitesësh as dokumenta apo as ndonjë dëshmi penaliteti apo të gjithë të dhëna tjera që mund të kërkojë një vend pune i përshtatshëm. Dhe pasi është arrestuar, ka mohuar që të jetë personi. Më sjellin disa detaje. Punonte në liçenin e Thatë, në zonën e liçenit të Thatë, në një market shiste. Shiste në një market. Shumë mirë, shiste në një market. Pra ka qenë duke u kthyer nga puna mbi 8 vjet. Mbi 8 vjet që shiste në një market. Kështu më shkruan. Okej, shumë interesant si detaj. Pra i pas ka qëndruar pjesën më të madhe të kohës në Shqipëri, për të mos thënë të 10 vitet në Shqipëri. E ka mohuar përpara policisë që të jetë ky personi i cili kishte vrarë dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm nga Maqedonia e Veriut, por patjetër nga verifikimi nuk e besoj të ketë pasur marketin, jo, nuk e besoj të ketë pasur marketin, sepse Besim Sherifi nuk vjen nga
Pra nuk vjen nga krimi i organizuar i llojit të trafikut të drogës apo ndonjë trafik tjetër, por vjen për shkak të një vrasjeje që kanë bërë në Maqedoninë e Veriut, ky i fundit së bashku me vëllezrit dhe babait të tij, le të themi një përplasje mes dy fisëve atje, mes fisit Jusufi dhe Sherifi, ku vajza e fisit Jusufi kishte lënë familjen për të shkuar tek njëri nga djemt e fisit Sherifi. E fisit Sherifi. Po, pra ishte aratisur. Po, duat kuptoj, është i vllai i personit në fjalë, apo është i vllai i personit të që ka qenë i martuar me vajzën nga familja Jusufi. Vajza ishte dashuruar dhe aratisur nga familja Jusufi dhe ka shkuar në atë kohë familja Jusufi për të marrë vajzën e tyre, por këta ju janë kundër përgjigjur duke lënë të vrarë 3 persona nga ka patur familja direkt një konflikt i cili ka përfunduar në vrasje. Ka përfunduar në vrasje. Në atë kohë u arrestuan dhe u dënuan 2 vëllezrit e tjerë, dhe një nga vëllezrit e tjerë dhe babai me burgim të përjetshëm dhe vëllai tjetër i Besim Sherifit me 10 vite burg, ndërkohë që Besim Sherifi kishte arritur të aratisej dhe të vika në Shqipëri, se këtu pas ka jetuar pjesën më të madhe në kohë, punoi në këtë supermarketin dhe ta mohoi përpara policisë, por normalisht shenjat e gishtërimve nuk gënjejnë dhe tani pritet që dërgohet apo të ekstradohet drejt Maqedonisë Veriut, ku duhet vuajë edhe dënimin me burgim të përjetshëm. Por një histori që në fakt në Shkup ka bërë shumë bujë në ato kohë. Në vitin 2007 kur ka ndodhur. Tani, në këtë ngjarje, policia në Maqedoni të Veriut, atë çfarë ndoqëm edhe në material, vetëm kohët e fundit ka sjellë një sinjalizim që mund të ishte ky person në Shqipëri? Dhe a ka qenë aktive familja Jusufi që kanë nxitur institucionet që të vijë një kërkesë të tillë, apo ata e kanë lënë situatën që të shkojë Shiko, askush nuk ta tregon të vërtetën, sepse pavarësisht se unë ditën e sot, përpara se të vija këtu, pyeta për hir të së vërtetës se kur drejtoria operacionale ka pasur një informacion të tillë, dhe nga ajo që mua më shton është që është një informacion i ardhur nga homologët e tyre kohëve të fundit, pra jo prej një periudhe shumë të gjatë. Shiko, tani njerëzit Flori lëvizin shumë, hasmëria vijon tjetë e hapur, sepse bëhet fjalë për, se po thuaj se aty gjithë Ballkanasit të njëjtën metodë kanë kur vjen puna tek pjesa e hasmërisë, njerëzit lëvizin, përveç punës që bëjnë institucionet, dhe ashtu sikur se lëvizin, dërgojnë dhe informacionet e tyre në autoritetet përkatëse, dhe patjetër që dikush e ka pikasur Besim Sherifin brenda Tiranës dhe ka lajmëruar autoritetet maqedonase që ky shtetas, i cili ka kryer këtë vrasje, që pse jo mund mos jetë edhe një familjar apo një antar i fisit Jusufi, jeton i qetë dhe punon në Tiranë. Dhe këto ishin paktën pak a shumë ato çfarë u kuptua nga rasti i Sherifit. A dinim nëse ai mbante marrëdhënie me ndonjë person tjetër në Maqedoninë të Veriut, apo i kishte marrë dhe familjarët e tij këtu? Se tani kjo mbetet për të kuptuar. Pra, vllai i cili mund të ketë qenë i martuar, se thamë që një prej vëllezërve kishte vdekur, po vllai i cili ka marrë vajzën nga familja e Jusufi. Të kuptoj pak tensionin mes dy familjeve, të kuptojmë pak më shumë. Kemi ndonjë detaj në lidhje me këtë, apo dhe tashmë ndodh ekstradimi që do ta flas ligjërisht çfarë ndodh me avokatin? Të paktën kontakte të drejt për drejta apo të ditura për autoritetet nga ana e Besim Sherifit me familjarët e tij në Maqedoninë e Veriut apo me njerëz të tjerë nuk kemi. Se këto 10 vite, pra ma kupton ku e kam pyetjen, në këto 10 vite ai ka rënë ndonjëherë telefonit të nënës së tij, të vllait të tij apo të njerëzve? Nuk ka pasur kontakte, të paktën kontakte të ditura nga autoritetet. Ndërkohë që në këto 10 vite këtu kishte krijuar edhe jetën e tij. Familje? Familjen e tij, patjetër. A kishte krijuar në këto 10 vite familjen e tij? Po, por nuk di që të ketë fëmijë apo jo, ama jetën e tij nuk e dim nëse bashkëshortja e di ngjarjen apo jo? Nuk është shoqëruar apo marrë në pyetje, autoritetet nuk ma kanë dhënë një informacion të tillë. Megjithatë, patjetër që e ritheksoi jetën e tij e kishte krijuar, por nuk di të ketë pasur fëmijë. E kuptoj. Avokat, pra nuk kishte marrë, le të themi, një bashkëshorte nga Maqedonia e Veriut, do ta kishte sjellë në Shqipëri. Po jo, dua të kuptoj se tani futemi në shumë skenare këtu. Ai ka ditur bashkëshortja e tij në 10 vite çfarë ka ndodhur, pra përpara ardhjes në Maqedoni. Pra janë pyetje që besoj do bëhen me shumë kuriozitet për të kuptuar më shumë edhe ne nga gjithë ky skenari i rastit Besim Sherifit. 10 vite avokat,
8 vite në Shqipëri, punonte si menaxher në këtë supermarketin, koordinatori stafit, një njeri i cili ishte aktiv në jetë dhe disme çfarë më ngjan pak me rastin e Beratit, nëse e mban mend, me Kalin, ku kishte ndryshuar identitetin e tij dhe vazhdonte të punonte në tregtinë e turizmit prej një kohe shumë të gjatë, dhe u evidentua pikërisht vite më vonë që kishte bërë një vrasje në Greqi. Duhet kemi parasysh që gjithmonë në këto raste kur kemi zbulimin pas shumë viteve, duhet keni parasysh që personi që mund ta ketë spionuar do të jetë rreth i tij personal ose dikush nga jashtë që të ketë marrë një informacion dhe nga ai informacion t'ia ketë përcjell Interpolit dhe Interpoli me bashkëpunim me Interpolin e Tiranës të kenë bashkëpunuar për gjetjen e personit. Nuk ka mundësi që policia jonë të jetë kaq shumë e avancuar duke gjetë vetë një person i cili kërkohet me një vendim të formës prerë nga Maqedonia e Veriut, sepse vendimi i formës prerë arrohet për shkak se ekzekutimi këtyre vendimeve janë edhe vetë në arrest në vendet e tyre respektive që janë dënuar. Ne, si Republika e Shqipërisë, kemi normuar një marrëveshje të 1998 për ekstradimin dhe sigurisht që personi pasi të kryen të gjitha ato verifikimet e duhura që ekstradimi nuk ka të bëjë me arsye politike dhe thjesht ka vetëm të bëjë për çështje penale, personi pas një kohe të caktuar do të shkojë të kryejë dënimin e tij të formës së prerë në vendin e origjinës. Pra do të thotë që ne për shkak të konvendës duhet patjetër të respektojmë kriteret minimale dhe në fund fare duhet të ekstradohet personi për shkak të një vendimi të formës prerë. Pra duhet një vendimi formës prerë që të çojë në Maqedoni të Veriut Besim Sherifin. Është i dënuar me vendim të formës prerë atje, sepse familjarët e tjerë kanë marrë dënimin dhe vazhdojnë ta vuajnë. Pra ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kjo është tashmë e rëndësishme për të kuptuar që dënimi i formës prerë është Maqedoni të Veriut, na thot Aida. Po, është në Maqedoninë e Veriut dhe ajo do ekzekutohet në Maqedoninë e Veriut. Më fal, avokat, edhe pyeta zyrtarisht nëse kishte marrë familje me vete kur ka ardhur Besim Sherifi në Shqipëri. Jo, nuk ka marrë familje me vete, pra ka krijuar familje këtu. Dhe jetonte i vetëm, jo zyrtarisht patjetër. Pra nuk jo familje zyrtare. Jo i martuar. Jo i martuar. Pra nuk dim nëse është martuar me identitetin e rrem apo jo, se dhe mund të jetë martuar. Jo, nuk është martuar me identitetin e tij të rrem, se s'kishte si të martoj. Se do i hapte punë vete, si do të... Dakor, jo jam kurios tani, çfarë ndodh avokat? Bashkëjetesa atëherë, jo në formën e ligjit, por bashkëjetesa e cila nuk është në formën e ligjit. Se çfarë do bënte dhe ai tani? Bashkëjetonte. Jo, këtu dua të kuptoj. Do të them që të marrëveshja ne me midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë ekziston edhe për vendimin e formës prerë të dënimit penal, por edhe të masës së sigurisë që është caktuar ndaj tij. Duhet të jetë kjo që duhet të jetë edhe një masë. Nuk e di se si e kemi marrëdhënien me Maqedoninë, pra kemi pasur raste të mëparshme, të kujtohet ndonjë rast ekstradimi, pra ka qenë me njëhershëm, ka pasur nevojë. Po besoj duhet jeti me njëhershëm, nuk më mendoj që të jetë shumë me njëhershëm, i thjeshtë. Për sa kohë që është dhe 3 vrasje që rëndojnë mbi të. Jo, duhet kemi parasysh që disa parime janë themelore dhe sigurisht që duhet ndiqet rruga gjyqësore, por edhe ajo administrative, që personit i garantohen ato... Në fakt duhet kishim marrë edhe një avokat nga Maqedonia e Veriut. Na tregonte pak më shumë si e kishin ata, se tani jam dhe kurioz. 3 vrasje, se kur thuhet akuzohet për 3 vrasje. Ne nuk e dim nëse Besim Sherifi mund të jetë si ngjarje e mëparshme. Mundet të ketë quhet bashkëpunëtor, po s'ka përdorur armën. Pra, por fakti që ndaj tij është dhënë një vendim me dënim maksimal, nuk e njoh ligjin e Maqedonisë së Veriut. Është dënuar në mungesë. Vendim me dënim maksimal për këto 3 vepra penale, i përjetshëm. Pra, dënim maksimal i përjetshëm. Nuk e di se si ndahet dënimi i përjetshëm atje. Po, avokati thot në mungesë. Dhe maksimali që ka diçka mbi... Po është dënuar në mungesë, ai ka të drejtë të bëri vendosin afat të vendimit që ka dënuar në mungesë. Dhe gjykata e apelit ose e shkallës parë aty ku ka marrë formë të vendimit, të rishikojë vendimin dhe pas kësaj personi mundet edhe mos ta dënohet në asën e dënimit burgim të përjetshëm, edhe të lehtësohet pozita e tij për shkak se do marrë pjesë të gjykimi. Unë mendoj se do të njëjtën procedurë dhe të ketë edhe Maqedonia e Veriut, sepse kemi edhe ne, përderisa 2 vendet aspirojnë për në Bashkimin Evropian, sigurisht që të drejtën penale diçka e tillë duhet të ketë për sa i përket procedurave.
Mirë, të shohim tani se çfarë ndodh. Avokat, me që na doli kjo tema e diskutimit në 10 vite që kanë arritur pra deri në kërkimin e Besim Sherifit. Kur do të pushohej çështja? Kur do të shpallej ai ndoshta? Vepra penale është shumë e rëndë. Pra, në veprën penale, në një vepër penale për vrasje, në asnjë moment, sado që të kalojnë vite, nuk pushohet një çështje e caktuar, pra për faktin që personi nuk është gjetur apo. Po, parashkrimi i veprës penale është në varësi gjithmonë të rendit juridik që ka normuar çdo shtet, pra në formën e parashkrimit. Në Shqipëri mund të kalojnë 40 vjet dhe të parashkruhet vepra penale. Por kur ka vepra penale të cilët dënohet në maksimumin burgim të përjetshëm, nuk ekziston parashkrimi edhe gjenocidi nuk ekziston parashkrimi i veprës penale. Por që mos të bëjmë një kakofoni në aspektin procedurial dhe material penal, duhet keni parasysh që çdo shtet e normon vetë pa asnjë referencë të asnjë konvente ndërkombëtare se si do të bëj parashkrimin. Pra, në rast se personi është dënuar dhe kemi të bëjmë me ekzekutimin e vendimit, ka shtete të cilët ekzekutimin e vendimit duhet kalojë një afat, pra diku te 20 vite që nuk është ekzekutuar vendimi dhe atëre pasi të kalojnë 20 vite personi nuk kryen më zbatimin e vendimit penal për shkak se është parashkruar, për shkak se nuk ka më fuqi për ekzekutim të atij vendimit penal. Prandaj është në varësi gjithmonë të shtetit respektiv që ka normuar. Mirë, se ndoshta nuk është rasti pra dita e vetme që merremi me Besim Sherifin.